Pash vdekjen me sy, dalin pamjet e sulmit rus në rezidencën e ambasadorit shqiptar në Kiev. Janë publikuar pamje nga sulmi i fundit të rus në Kiev, ku është dëmtuar dhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Ukrainë, Ernal Filo. Në pamjet e siguruar është janë dëmtimet shumta në ndërtesi dhe zjarre të shkaktuara nga goditjet me raketa. Sipas dëshmive të ambasadorit, sulmi ka nisur rreth orës 22 dhe ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit, duke qenë një nga sulmet më intensive të kohëve të fundit. Sulmi nisi në orën 22 dhe zgjati deri në orën 07 mëngjesit. Sulmet ishin intensive dhe u godit kompleksi ku u mbanoi. Gjatë sulmeve u strehuam në bodrumet e sigurta ku qëndruam deri në mëngjes. Kompleksi ku unë jetoj është shumë pranë ambasadës. Ka pasur dëme shumë të mëdha nga sulmet. Pas vdekjen me sy, është shprehur Filo. Autoritetet shqiptare dhe diplomatët në terren po ndjekin nga afër situatën, ndërsa vjojnë vlerësimet për dëmet e shkaktuara nga sulmi.